Përshëndetje Ministri së Bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e flesh informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Pas 2 ditësh pas një zarf të mbritur nga diaspora, sot ka mbritur 13.000 flet votimit e emigrantëve. Kreu KQZ-s ta di se 21.000 zarfe nuk kanë shkuar tek zgjedhësit nga kompania postare, 11.000 emigrantë nuk janë gjetur në shtëpi. Edi Rama është i bindur se vetëm me të dhe Partinë Socialiste Shqipëria do të arrijë integrimin në Bashkimin Evropian. Përballë gazetarëve në emisionin Repolitics në Report Televizion, kryesocialisti tha se kjo nuk është utopi, por një mundësi historike. Projekcionin për mandatin e 4 e ka të qartë, ndërsa për opozitën e Berishës tha se nuk merr dot as votat e vitit 2021. Nga Berati ku përmbylli takimin elektoral, Sali Berisha foli për paktin kombëtar për rinin, duke premtuar punësim të tyre brenda vitit pas studimeve. Kreu i PD-s tha se me pëlqimin e ndikuesve të TikTokut do të marrë vendime për të rinjt. Nënkryetari i Bashkisë së Lezhës publikon videon me zë dhe figurë ku kandidati Berishës Gjin Gjoni shfaqet duke i bërë presion në rrugë. Gjoni jetohet për shpifje pasi akuzoi funksionar të Partisë Socialiste për blerje votash. Për të 12-ën herë, deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen për të vazhduar seancën për konstituim të plot. Lumir Abdigjiku i LDK-s refuzoi dje kurtin për koalicion dhe propozoi qeveri teknike. India ka sulmuar Pakistanin duke goditur 9 vende në sulme precize kundër kampeve terroriste në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga Islamabadi. 31 pakistanez u vranë dhe 46 u plagosën. Kryeministri deklaron se do të përgjigjemi. Interi është ekipi parë finalist i UEFA Champions League. Në një ndeshje të çmendur, ekipi italian mundi 4-3 Barcelonën pas kohëve shtesë dhe kualifikohet në finalen e 31 majit. Sonte luhet gjysmëfinalja tjetër, Paris Saint-Germain Arsenal.